Mirëmbrëma. Pas gati 40 ditësh, protesta që nisi për Flamingon dhe Zvërnecin dhe përfundoi me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë, reflekton më në fund në formë përmbajtjen e saj. 40 ditë më parë, në atë të shtunë qershori, me mijëra qytetarë që dolën butë, bukur dhe të kulturuar në rrugë, ishin prova më e fortë e gjitha sondazheve që ne kemi bërë këtu në ABS këto muaj, se një shumica heshtër shqiptarësh donin një Shqipëri të re. Ndryshe nga Shqipëria e Sali Berishës dhe me sa duket dhe jo pak prej tyre e donin dhe ndryshe nga vizioni që kishte dhe ka për Shqipërinë edhe Edi Rama. Por me kalimin e javës, siç treguan dhe siç tregojnë edhe pamjet, pjesëmarrja u tkur. Numrat nuk kanë rëndësi, sa kohë ka rëndësi përmbajtja. Ka njerëz në botë që protestojnë tek pull prej më shumë se 20 vjetësh në derën e shtëpisë bardhë. Por numrat marrin rëndësinë e tyre kur shikon se ndryshon dhe përmbajtja e një proteste, si dhe mjetet e saj. Nëse nisim me batuta dhe vizatime fëmijësh me temë me Flamingo nga Zvërneci, protesta që pam në 4 korrik të shtunën ishte krejt tjetër. Ishte protesta kur Flamingo u fut në arkivol dhe vizatimet u shkëmbyen me dhunë verbale dhe fizike dhe qytetarët, siç edhe është parë, nuk e ndjekin më nga pas. Si mund ndjekin nga pas qytetarët arkivolet që bëjnë thirrje për vdekje? Tirana ende nuk e ka kaluar plotësisht traumën e 14 shtatorit 98 kur arkmorti me trupin e të ndjerit Azemajdari u përdor për të shembur derën e kryeministrisë. Sot 28 vjet më pas, këto pamje u përsëriten dhe për fat keq nga të njëjtit njerëz. Dhe sigurisht njerëzit nuk mund të shkojnë më pas Sali Berishës. Sado parat hedhi biri, sado të marrë me qerat gjithë webmasterat e Shqipërisë dhe të Tiranës për të përshtatur algoritme, Tirana e njeh shumë mirë gjithë. Qytetarët e Tiranës, cilët raportin me Partinë Socialiste e kanë pasur gjithmonë kompleks, nuk po i shkojnë më pas bandave me maska të televizionit familjes. Bile nga sa u pat shtunën, pjesëmarrja shumë e ulës e 20 qershor, tregoi se shqiptarët e kuptuan se nuk ishte më një protestë diasporës, por një kombinim fatkeq mes morgatës së qyqeve të 97-s dhe pushuesve aktiv kosovar të Albinit, i cili po shkel me dy akëmbët, jo thjesht bashkësinë kombëtare të dy shteteve, por dhe drejtën e një shteti am që të mos shohë me kokën pas se si po komplotohet pas kurrizit nga gjysma tjetër. Sot 40 ditë pas fillimit protestës dhe një muaj pas fillimit Kupës Botës, lajmi vetëm i madh është largimi i Gjermanisë, Holandës dhe Brazilit. Rama vazhdon qeverisë. Po si? Kreu i qeverisë ndërkohë vazhdon dhe flet me vete dhe me memet çdo ditë, duke kërkuar një dialog pamundur virtual me një palë e cila nuk ekziston më. Ajo palë tha fjalën e saj 3 javë rresht. Ajo nuk e do qeverisin e tij. Por kur pasër protesta u bot nga barbarizmi i hordive të Sali Berishës, nga debiliteti politik i Agron Sherajt dhe Tiklapës, nga komunizmi brutal i Arlind Qorit, nga islamizmi politik i Albin Kurtit, kjo shumicë u bë sërish e rreshtur dhe u tërhoq në shtëpi. Me këta Rama nuk flet dot. Por ai thotë se do të reflektoj pa lëshuarës në fije penga Zvërneci. Reflektim ndërkohë duhet bëjnë gjithë mediat, parat, por dhe ndërkombëtarët. Sot ambasada e Gjermanisë, e cila dukej më pak e pakënaqur nga protesta, i dha asaj shuplakën e parë. E quajti protestën e të shtunës një dhunë të papranueshme për parametrat europian. Duke hequr pikpyetjet nga qeveria dhe për herë të parë duke i vendosur ato mbi vetë protestën. Për këto do flasim sonte. Sikla. Përshëndetje edhe njëherë, kthehet Ristori pra pas gati 2 javësh për të lënë hapësirë botrorit, por kthehemi natyrisht dhe për të reflektuar për atë protestë e cila sot vazhdon me forma të tjera, me mjete të tjera dhe me qëllime të tjera. Me mua sonte në program janë Arben Ramka, mbrëma Arben, kryetari i Qendrës Ndërfetare. Faleminderit, mbrëma. Knajsi Skënder Mingjozi, mbrëma Skënder. Roland Lami, mbrëma Lami. Dhe Frok Qubi, mbrëma Frok. Ndërkohë presim dhe pamjet që vinë nga, ndoshta nëse regjia i ka gati, mund të na i transmetoj, janë pamjet e para që vinë nga protesta e sotme, këto pra janë pamjet cilat tregojnë një pjesëmarrje modeste të protestuesve. Sigurisht protesta e datës 4 korrik ishte shumë e madhe se kjo, por shumë e vogël se sa protesta e 20 qershorit, atëherë pra kur mbajt pra dhe ajo që u quhet si protesta e diasporës. Arben, do doja ta nisja me ju. Sigurisht është një mund të rrim të flasim me orë tërë për këtë që po ndodh dhe për atë që s'po ndodh praktikisht në bulevard. Po ju si e shikoni këtë transformim të protestë? Ata shqiprat nuk kanë rëndësi. Kush ka qenë në Washington e ditë aty në sheshin Lafayette
para shtëpisë Bardh janë 2-3 veta që njëri ka 27 vjet që proteston, tek pull, ditë për ditë. Pra, në protestë ka rënë si kauza, nuk ka rënë si pjesëmarrje. Po ama kjo pjesëmarrja ja vlen të hapi debatin mbi kauzën e kësaj proteste. Fillimisht protesta ka sjellë energji pozitive, në botë kuptimin tim, me të ri dhe të rejet edhe kanë gjallë një farë shpresë në shoqërinë shqiptare që shqiptarët mund protestojnë. Mbasi partitë kryesore, e thatë edhe ju në fillim, kanë pak atë problemin me opinionin publik, kanë shumë kohë që menaxhojnë situatën edhe. Ashtu se e menaxhojnë? Po, edhe mosmarrja e gjysmës popullsisë në zgjedhje është një protestë e heshtur në fakt. Ne kemi me prova, nga sondazhet këtu që bëjmë çdo javë që janë gati 30%, që duan një gjë të re. Dalja e të rive, grave, me fëmijë, ka dhënë një pozitivitet. Në fakt, këto përzierja me dhunën është pak e paqartë se si ka mundësi ato aktet e dhunës që ishin komisariat apo mund të quhen në kuptimin tim si diçka nuk janë burimore nga protesta, mund të jenë nga faktorë të tjerë, cilët dikush e interpreton, ato drejtuesit e protestës interpretojnë si faktor të ndikuar nga establishmenti, të tjerë të thojnë nga opozita e cila do të marrë rolin në leadershipin protest. Edhe opozita e establishmentësh, opozita temi zyrtare. Megjithatë, me që sa kohë që protestuesit nuk kanë drejtues kryesor, neve mund ta mendsojmë, sepse patjetër duhet të ketë drejtuesit që ato të flasin edhe të marrin përgjegjësitë aktuale. Se s'mund të rrinë gjatë gjithë kohës të fshehur. Do të dalin të marrin përgjegjësitë, ashtu si çdo lloj leadershipi, në çdo lloj loje politike apo çdo lloj kërkese sociale dhe politike që mund të ketë qytetari. Kështu që unë jam me mendimin që kjo protestë ka sjell shumë politikat mësoj, edhe ne si komunitet fetare kemi shumë mësojmë nga kjo protestë, edhe shoqëria civile dhe intelektualët, inshallah shpresojmë shkoj për mirë, fundi të jetë i mirë. Lami, fillimisht ajo më kujtojnë ato pamjet e para të asaj shtune kur një protestë e çuditshme në Trojza, në kuptimin e mirë të fjalës, pra po ne nuk është se duhet na surprizonte, pasi ne në sondazhe kemi parë këtë partinë e tretë, bile në një nga këta të establishmentit të opozitës na ka pas akuzuar, po praktikisht sondazhet tona u provuan drejt apo jo. Pasi u pa qartë që kishte një shumicë shqiptarësh, cilët nuk e donin qeverinë dhe nuk e donin mënyrën se si bëhej opozita. Dhe ato dolën shesh. Pastaj pefas ata u larguan. Ajo çfarë unë mbaj mend, çfarë kemi diskutuar zoti Balla këtu në studio është kjo që do them tani. Ajo çfarë na bën në përshtypje në dhënat e sondazhit që me drejt e theksoni është fakti që her pas here aludoi që televizioni ABC News po bën diversion ndaj Partisë Demokratike nëpërmjet këtyre dhënave, duke krijuar një të dhënë fake, ajo që lidhet me të pavendosur. Dhe analiza ime ka qenë kjo, që të dhënat që jep sondazhi i organizuar nga ABC News nuk ve në lëvizje Partinë Demokratike, as partitë e vogla. Por shkak se, siç e kemi diskutuar këtu, ata sot janë inekzistent në kuptimin e forcës dhe fuqisë që kanë për të rrëzuar qeverinë që kanë sot në pushtet. E vetmja forcë që ishte dhe mund të kërcënoj ishte qeveria. Dhe në fakt, protesta në dha këtë gjë, që duke në nëzirë këtë masë madhe njerëzish, dhe jo thjesht njerëzit, por tipologjia njerëzish janë urbano, arsimtaro, shtrese mesme, e kështu me radhë. Njerëz që orientohen nga arsyeja, jo shumë nga emocioni, njerëz që orientohen nga prosperiteti, nga perspektiva, jo nga interesi i momentit, siç her pas here militantët e partive dy krave e shfaqin. E bënte interesante këtë lëvizje. Dhe ne këtu, fakti që po diskutojmë këtë, është risia që ka sjellë kjo protestë. Pra ajo çfarë mund të themi ne, kjo protestë ka rënuar establishmentin politik nga pikpamja e asaj çfarë nuk ndodhte më dhe gjithçka ishte parashikuar. Pra ti parashikoi qeverinë. Si pjesë sajt, a shikoni dhe unë tash në editorial, domethënë ata që kanë marrë pjesë në atë protestë, Rama e ka kot me ata nuk komunikon dot sepse ata thjesht nuk e duan. Nuk ka rëndësi. Ata nuk e duan. Ai që është, unë mendoj që nuk krahasohet dot me Berishën, por ata nuk e duan dot të dy sepse pretendojnë që Shqipëria duhet të ketë një version më të mirë. Po fakti që ata i largohen protestës, nuk tregon që ata janë larguar, ata janë prapa aty, thjesht janë në shtëpi, po nuk gjetën një alternativë të re apo. Pyetja atëherë që ne mund të ngrejmë këtu dhe po diskutojmë dhe patjetër kolegët kanë shumë për të thënë,
Si korelon cilësia, niveli e organizatorëve me cilësinë e personave që janë pjesëmarrës protestë. Tek organizatorët, fakti që ende nuk ka dukshëm të marrë përsipër kush e organizon gjithë të gjë, lën shumë hapësirë që të interferojnë shumë rryma dhe shumë nivele. Mirë, por kjo bëhet pika kruciale e protestës. Sepse shfaqen arkivole, si që të thamë, shfaqen dhunë sporadike për balë politike. Ikin flamingot, ikin kalamajt që vizatojnë dhe vinë arkivole. Shfaqet një gjuhë përjashtuse, dhe diku vrastar në kuptimin e etiketuarit kundërshtarit, shfaqet një populizëm gati asgjësues në kuptimin verbal të kundërshtarit, i cili ka një mendim tjetër, dhe kjo e bën të parahatshëm, jo komod, prezencën e atyre që janë aty, nga pikpamja çfarë mendojnë, çfarë dinë, çfarë duan dhe çfarë dëshirojnë. Unë këtu e shoh pikën kruciale të kësaj proteste. Fakti që protesta nuk ka nxjerrë sa drejtues mund të konsiderohet një pikë e fortë sepse ende ndoshta presin që të krijohet kjo balë, por duke qenë se nuk kanë dalë drejtuesit, aty kusht nuk mund të ndërhyjë. Dhe duke ndërhyrë rryma dhe korrente nga më të ndryshmet, që kanë agjenda nga më të ndryshmet, krijojnë një profil i cili nuk përshtatet me profilin e personave në shumicë që janë aty. Dhe kjo krijon për mua 2 javë të para. Këtë efekt që ju shikoni aty. Skënder, ti ke shkruar rregullisht tot ditë për protestën. Për pjekur ta ndjek dhe ta analizoj si pas mendimit tim ata që shoh, ku ajo që nuk po ndodh më duket më rëndësishme se ajo që ka ndodhur. Pra, mas 37 ditësh, kjo protest ka brenda aspektin idealist për cilën folën dy zotrinj parafolës, që është kjo aspekti bukur që e ka quajtur Rama. Pra, në fillim kjo protest u idealizua, më vonë, siç po shohim dhe tani, u berishizua dhe u albinizua, shpresojmë që në fund fare dhe mos banalizohet. Më thënë është, sepse kjo që tregon ti me pamje direkte, po i thoja Frokut ku po vinim këtu, qofse ne mbledhim sa persona, staf teknik kanë mediat në për furgona, sa reporter kanë terren, sa persona diskutojnë në për studio live tani që ne flasim, bëjnë më shumë se 150 veta që janë frikë se janë më shumë se sa protesta, të paktën në stadin aktual, se që ndodhë më vonë pastaj është tjetër gjë. Tani, me një protestë e cila, Sokol, refuzon të rritet, pra refuzon të ketë një kokë, është një trup, po që s'ka një kokë, me të spari nuk mund të komunikosh, sepse politika është ndër tjera dhe mbi të gjitha arti komunikimit. Pra, kur hidhet ideja që a duhet ketë një dialog me qeverinë, e para ata janë përjashtu sepse thonë ne nuk flasim me këtë klasë politike, do ta heqim gjithë sistemin. E dyta, edhe po duash të komunikosh me ta, ata nuk din të të thonë se kush i përfaqëson. Kam përshtypjen se kjo është një tipar dobësie, por që nga anë e tyre me një lloj mençurie instiktive përdoret edhe si një tipar force. Ç'dua të them me këtë? Në momentin që mendoj unë, ata do të fillojnë të identifikohen se kush janë dhe çfarë duan, aty do fillojnë dhe problemet, sepse do fillojnë ndarja e tyre që mund të quhen poste drejtuese, hartimi atyre që mund të quhen platforma politike. Pra, në momentin që ata do të fillojnë të futen në korsin e organizimit dhe të ndërtimit, pra të ndërtimit të diçkaje të prekshme, ata mund të kalojnë direkt në përçarje. Pse? Janë të qarta rrymat tashmë, nuk janë të qartë liderët, por rrymat duken. Partitë e mëdha opozitare kanë futur duart si në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Berisha dhe Albin Kurti më së shumti. Në anën tjetër, 3 partitë e vogla përpiqen, megjithëse ne e pam eksperimentin Lapa gjatë dimrit që filloi dhe përfundoi me 5 veta te kryeministria, po edhe ata përpiqen ta përfundoi me tek pull, vetëm me vetën e vet. Përpiqen domethënë ta ushqejnë në obstruksionizëm nga brenda protestën për të marrë sa më shumë persona të tillë që Rama i konsideron të bukur dhe që realisht dhe ne na duken qytetar, urban, siç e thamë etj, gra me fëmijë, vizatojnë Flamengo. Pra, këtë pjesë që nuk e ka fituar askush deri më sot, që nuk e ka fituar as Rama dhe as Berisha, tani po e mësyn të gjithë sepse e shohin që kjo protestë për herë të parë e mishron dhe këtë pjesë të popullsisë e cila zakonisht nuk del zgjedhje, por që tani ka dalë shesh. Problemi është çfarë do të bëjnë me
të energji që kanë krijuar në 37 ditë. Puna është energji nuk përshohim më në rrugë, ose ne nga sondazhet ne e dinim që kjo energji e pa konsumuar ekziston. Patjetër. Tani problemi Puna është rruga filloi ta konkretizonte. Çfarë do të bëjnë? Puna është nuk përshohim më në rrugë. Protestuesit përballë qeverisë, por duhet mendojmë dhe përpiqemi të analizojmë çfarë do të bëj edhe qeveria përballë protestuesve në këtë situatë. Do flasim patjetër për këtë, se edhe kjo është pjesë e editorialit tim. Megjithatë, Frokë, një shenjë kështu trishtimi të parë unë pata kur dëgjova të fjalën ti zgjedhim këto ti zgjedhim me short. Se më kujtoa ti je sigurisht që e din që hera fundit që fatet e Shqipërisë u vendosen me kokra, ka qenë i famshmi referendumit jetore 45-s kur shqiptarët gjoja votuan pro Republikës Komuniste dhe kundër monarkisë. Pra më riktheu në reminiscenca ato votimin me kokra. Të është më duket me kokra jeshile. 2 dhjetore 45-s. Me gogle quhet. Me kokra quhet, po. Me kokra të zeza të bardha. Po. Me kokra. Si thuhet. Si shtuat, se të thash gjyshi, mraf me të pas me ka pas. Ata që s'dinin shkrim e këndim, fusin dorën këtej ose se maj me ngjyrët e në cilë. Po, Kjo ka qenë. Dhe ai mu më kujtoj, kur ta ato ti zgjedhim me short. Po, në një fshat të Matit ndodhi një gjë shumë e çuditshme atëherë, pak më siç e tregojnë. Se gjithë fshati votoi kundër pushtetit. Mirë po, kryetari i fshatit që është shumë i mençur. Edhe pa që kanë votuar gjithë kundër pushtetit dhe ajo kuptonte që s'do kishte shkolla për ta, s'do kishte punë, s'do kishte, domethënë do merresh do shpallësh në kula. Dhe mblodhi fshatin i tha dëgjoj, ta ndrojmë atë kutinë se do na marrin qafë. Dhe ndruan me gjëra të bardha. Domethënë ishin pragmatistë, sa pragmatistë sa e mençur është kjo protesta. Tani ju thoni një gjë shumë që vërtet do ishte pa besueshme. Edhe në një spital psikiatrik nuk e dëgjon atë që të ndidhet populli, gjithë populli, se atje ka një forum që quhet mbledhja e përgjithshme e popullit shqiptar në hijen e Rrapit. Domethënë është një çudi e pa marrëzi, nuk ka qenë kaq e trisht. Pastaj është kjo që me kokra, pastaj është ajo që me 300. Po pse ndodhi kjo, Frok? Pra le të themi një kaos e cila dikush është pro, dikush është kundër, ato mund ta diskutojmë prapë, a zvërnecin apo jo. Ky është thelbi që kjo protest ishte një gjë që më vjen shumë keq, jam krejt kundër disave që thonë e bukur, ajo vetëm e bukur nuk ishte një protest në krye të së cilës dolën njerëz pa ide, pa kuptim, pa gjë prej gjëje. Dhe mblodhen rreth vetës gjithmonë ata që dalin ashtu, mblodhen rreth vetës ignorant të tjerë. E fjala ignorant nuk është e keqe. Po njerëz krejtësisht pa ditur, njerëz që s'dinë që shteti, që shoqëria si organizohet, shoqëria mendon një protest që zhvillohet me njerëz që nuk dinë se në çfarë është shoqëria, domethënë nuk di se në çfarë është sapienca normale e këtij globi, atëherë çfarë do t'i besosh, si mund ta quash qytetare, si mund ta quash normale. Duke nisur nga ajo që thoni ju. Domethënë, kjo është një protestë, po dalim, po se dim se po dalim, po qeverisim, po s'po dim se pse qeverisim. Domethënë, të lutem pastaj. Patjetër. Dhe qysh prej fillimit protesta nisi pa objekt, u zhvillua pa mendim, erdhi me një nonsens politik total, pat një ngjyrim të ashtu quajtur, si thuash, qytetar, dhe pastaj u bë prap foltore e Sali Berishës. Domethënë, nuk rezistoi dot në gjitha protestet e tjera, në gjitha protestat si që bën një parti. Çfarë dëshmon kjo për të ardhur tek pyetja juaj? Ose dëshmon se në grupimin 30% që për mua është i saktë, nuk ka tharm politik, nuk ka tharm mendimi, nuk ka tharm... Pa ato po kërkojnë një fytyrë, po kërkojnë një emër, nuk u del. Dhe kam frikë që edhe kjo protestë e vërtetoi këtë që... Pikërisht. Që nuk del... Dhe e dyta,
për të pasur një objekt politik, për të pasur një objektiv, jo vetëm objektiv, por një teori, një tezë, duhet me patjetër të kesh një realitet. Kjo është një protestë e cila nuk bazohet, nuk ka gjë reale. Do me thënë, e nisë me... Protesta sot, po thua, apo që kur nisi? Që kur nisi, do me thënë, me një zvërnet që si shte ashtu, si thoshte, dhe gjithmonë gjërat reale, mendojnë tërë historinë e njeriut, gjërat që ngrihen pa realitet nuk rezistojnë. Nuk rezistojnë. Dhe, ja, ta që deri në fund, erdhëm pastaj, erdi protesta, deri më sot, bëri disa pirueta, dhe më në fund ke 5 parti politike, ke 2 shtete fqinje, ke një si pas tyre të shpallur praktikisht nuk janë, ke disa shtete që dërgojnë këta emigrantët, dhe përfundimisht bëjnë aq njerëz sa ka Berisha në foltore. Mendoni se në degradim është sa një njeri që bëndë kështu shënime sot? Berisha mbledh më shumë se që janë mbledhur sot, me thënë vërtet, javim doktorit. Edhe njeri thoshte sot që kishtë ashtë njerës sa gjenë tek ashensori në mbrëmje. Unë mendoj që protesta na ka dhënë mundësi që të krijojmë një dimension tjetër politik për Shqipërinë. Në kuptimin që para se të ndodhe protesta, ne jemi dëshmitar të disa protestave seriale të Partisë Demokratike që vinin nga dita në ditë në degradim e sipër. Kishim protesta të partive të vogla, duke përmendur edhe zotin Llapa, i cili përfundoi vetë dhe karikja e tij në protestë. E gjithë kjo na fuste në një depresion në analizë politike sepse nuk kishte lajm. Lajmi sot është ky, që unë ndryshe nga zotit Shupi, nxjerr në pa një fakt. Këta njerëz, nëse do ishin të Partisë Demokratike, nuk kishin pse mos i bashkangjigheshin protestave seriale të Partisë Demokratike. Unë kam përshtypjen dhe arsye pse janë larguar protestat, që janë larguar sepse po duket qartë kush po tenton ta marrë. Nëse janë partive të vogla, nuk do e linin zotin Llapa me karike në depresion atje, në vetmi ke para kryeministrisë. Nëse do ishin partive të tjera, duke futur dhe Arlind Qorin, nuk kishin pse prishin sot, po i bashkangjiteshin Arlind Qorit, i cili ka bërë disa akte politike sporadike. Sot këto njerëz janë sepse është në zgrëp gjithë dimensioni politik. Nuk lëviz asgjë, s'ka asnjë ngjarje. S'ka asnjë, pra ti shkon drejt zgjedhjeve lokale dhe gjithçka është e parashikuar. Fal kësaj ngjarje politike që ne po kemi, sot futemi në intrigë, kush qëndron brapa, si do formalizohet ajo, kush do drejtuesit e saj, çfarë impakti do jep ajo, a do i vazhdoj Partia Demokratike, Partia e dytë opozitare, ballë, kuotat e Partisë Socialiste janë më ato që ne kemi nxjerrë në sondazhe, apo do të futet në gërç. Gjithë kjo vjen nga fakti i sondazhet tona e kanë treguar rënien e saj. Rënien e ngrirjes. Rënien moderuar, për hir të vërtetë. Dhe ngrirje, po rënien e ngrirjes. Në kohë kemi rënien të PD-s, po. Edhe partive të vogla. Por ne nuk e dimë si do jetë profili i saj me dinamika që merr kjo lëvizje, e cila mund të jetë një dinamikë e cila siç mund ta hamensojmë shkon drejt një lloj degadence, po mund të jetë dinamike, e cila shkon drejt një zhvillimi shumë herë më mund të ketë zhvillim pa dukshëm nga brenda. Ne nisemi të dhënave që kanë sot, por ne nuk duhet të harrojmë 2-3 momente kruciale ku ka qenë dhe diaspora prezente ka qenë shumë e madhe nga pamja sasiore. Tash këtu ka çështja e diasporës, pastaj me që kemi edhe votues flas prandaj. Si ishte diaspora? Kemi edhe votues. Dakor, kategoriku duhet të ishte diasporës dhe ndoshta i ka regjia pamjet krahasuar jo. Ne kemi pamjet. Këto që jemi shumë, ne tregojmë më sa janë. Fakti është që fakti është që nga 20 qershori dhe te kategoriku kemi gati një përgjysmim pjesëmarrjes. Po këtu pastaj do të futemi në analizë dhe ata furgonët e medias aty që dalin përballë dhe loja që ata kanë bërë. Pastaj kjo është histori tjetër. Erben, një gjë është e vërtetë, ama nuk e di çfarë do thojë, por një gjë është e vërtetë që politikisht prodhon një paqartësi të këndshme protesta, por qartësohet na bëri të qarta disa gjëra të tjera që për fat keq nuk kanë shumë lajme të mira. Një fakti që për herë të parë u përdorën teza fetare, që për mua është e rrezikshme.
nuk e di si e shikon ti, president rrezikshëm. Është një histori në Dhe politikë. e dyta për fat keq tregoi rolin që ka marrë përsipër Albin Kurti në trevat e kombit shqiptar. Unë pash një deklarim Deutsche Welle që thoshte që protesta e 4 korrikut është më e madhe në historinë e Shqipërisë. Ishte dje kjo. E 6 korrikut, se 6 korrik fal. Jo, 4. 4 sot. Edhe Al Jazeera po të njëjtën gjë dhe gjithë opinioni ndërkombëtar e konsideron një protestë masive. Pas parasysh është më pak se data 21, atje nuk ka rëndësi. Data 20, po. 20, nuk ka rëndësi numrat kjo punë, më shumë se ka rëndësi mesazhi i qasjes. Më falë, thoshte më e madhe në historinë E Shqipërisë mas 91-shit, mas jetë protestës 90-s. Këto James Bakerin e këto. Nuk e di ato dispozicionin ishte në qeverin e bardhë. Ai Po ishte në janar. Nuk kishte kishte tjetër koncept. Tashi, një gjë Kolin, se unë kam 34 vjet flas për këtë anën time, pastaj për anën profesionale. Jam 34 vjet që merrem me këtë punë. Ai kam punuar dhe me Associated Press, dhe me BBC, dhe me CNN, dhe me gjithë tjerë. Ato kalamajt që punojnë për Deutsche Welle në Shqip, që po duan të dëgjoj, janë kalamaj, janë fëmijë. Dhe është, domethënë, këtu pastaj tjetër problem foshnjat mediatike shqiptare dhe mënyra se si ata po rriten, sa për tyre kanë marrë dhe role politike, bëjnë dhe lidera politike dhe të dalin në ekrane. Po ta thotë Sokol, ata janë ca kalamaj që për fat keq organet mediatike u kanë dhënë. Përcaktime, që ta mbar. Pra ideja për mu, nëse do të isha unë pjesë e organizimit protestë, nëse do të isha në mirë, ajo protestë ka ezauruar mesazhin e saj. Pra, kur vjen kryeministri dhe thotë që unë e mora mësimin e dur, kur vjen kryetari i partisë në opozitë, se Shqipëria do të ketë dhe opozitë, sepse një Shqipëri demokratike pa opozitë, pa pas parasysh se opozita është e gjerë, i mori mësimit e tij, atëherë unë mendoj që pjesa e shëndetshme e protestës, sepse unë nuk jam dakord me vizionin vdekje të tradhtarëve, rrëzim të sistemit, mesazhe utopike janë këto, janë ose anarkiste, nuk e mund të thush ka një shkollë që shkolla anarkike, që ka prodhuar vetëm pasojë negative, jo më larg se Greqia dhe se Italia. Ne dim çka kanë pjell lëvizjet anarkiste në Greqi, kanë vrarë kryeministra. Dhe nuk besoj që shumica e protestuesve aty janë pjesë e kësaj. Edhe unë them. Dhe përsa i përket çështjes mesazheve fetare që ju përmendët në protestë, në fakt i vetmi komunitet që ka bërë deklaratë mbështetje protestës është komuniteti katolik në Shqipëri, në deklaratë zyrtare. Po. Ju e keni parë, besoj. Dhe është, po ta them, unë e quaj negative, prapë, thash fetare, nuk thash muslimane. Disa priftëri janë Jo, nuk e konsideroj negative, sepse jap një opinion, unë kam katolikën, jam nuk kam punë të vetë më nga trunë politikë. Po, do ta shpjegojmë këtë. Ato kanë thënë që të japin një mbështetje të rive shqiptar për të pas një mundësi ndryshe, për të dalë, për të protestuar, se protesta në vetvete është diçka e mirë, nuk është e keqe. Të dalësh protestosh, të thosh, kërkosh të drejtën tënde. Kam dhe unë spaku dy arsye dal vetë në atë protestë. Të gjithë kemi një arsye. Dhe ndërsa përsa i përket pastaj fetarizimit të protestës, unë besoj që fetarët këtë protestë, edhe muslimanët që kanë dalë, ose hoxhallar tek tuk, megjithëse Komiteti Musliman i Shqipërisë ka eshtur, nuk kanë ai deklaratë për këtë punë. Në fakt duhet kishte një qëndrim më të qartë dhe më të thjellët. Në fakt është mirë që s'ka deklaratë. Ndoshta, është mirë. Se do t'i rrim dimensionit laik që ka shteti që jo. Unë them po. Edhe unë jam e lartë. Marrësh pjesë në protestë nuk e cënon laicizmin. Mua më vjen mirë që nuk ka qëndrim. Do marrësh pjesë protestë, do dalësh, do flas ato janë qytetarë. Zyrtar islam, këtu tek. Po. Dhe në këtë aspekt, me fjesë këto dimensionet e laicizmit dhe fesë ku ndahen e ku ashtu në diskutime të gjëra, domethënë. Ne referohemi qytetërimit europian që kemi zgjedhur dhe tentojmë ta transformojmë atje. Atje pjesa nëse e partive të djata janë me nëse ne do ndryshojmë busullin, patjetër futemi në këtë lloj diskutimi, nëse feja duhet futet në jetën publike apo jo. Ne kemi zgjedhur që feja qëndron në jetën intime dhe personale. Një realitet fakti, ky është qëndrimi im, unë po e shpreh këtu. Fakti është se ne kemi ndërhyrë dhe ne kemi një problem shumë të madh, nuk i themi të vërtetën. Ne kemi problem se nuk themi të vërtetën çfarë jam unë, çfarë je ti nga Kosova që vjen për të dominuar. Ja, ta prekim, me lejen tënde. Jo, se këtë temën e Kurtit, po ta mbaroj bene, po Kemi sinqert njëri tjetrin. Po, duhet me fol troshën. Paktën kjo lloj mënyre
e shprehjes demokratike të bindjeve. Duhet kishim ngritur kadrat ne shqiptarët e Shqipërisë në sheshin qendror të Prishtinës, se Kosova nuk zgjedh dot president. Sigurisht patjetër. Shumë bukur. Atë shkojmë ulim me Ai shkojmë ulim me deri po. Edhe Gregoria të bukur. Ja kemi marrë dorë. Po, patjetër. Bëhet shumë vonë nesër. Po bën. Është Midis praktikantëve fetar, cilët besimin e kanë çështje personale. Raporti me Zotin është Cilët personal. janë një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare. Ju e shihni që mas një ateizmi tegër, një pjesë e shoqërisë tonë është kthyer te besimi. Qoftë tek besimi musliman, qoftë tek besimet e tjera katolik, ortodoks, ka një ringjallje. Unë mendoj që është mirë për kombin tonë që ajo ngjarja e hidhur e cila akoma historia nuk e ka vendosur vendin e dur me prishjen e objekteve të kultit e me shkatarimin e klerit me pasjen e klerit si armik të klasës, armik të popullit e gjitha këto, nuk besoj që këto. Megjithatë Ben, ai takonte se un po dëgjoja, atë ai prifti i famulitari i Shënëndau. Ky është Shënëndau ku shkojnë gjithë shqiptarë, musliman, katolik, shkojnë gjithë. Shkojnë gjithë se është vend i mirë. Është vend i mirë. Jo se kam gjuar. Është vend i mirë. Dhe domethënë të flasësh me atë gjuhë. Të flasësh me atë gjuhë tegër. Sikur po flisën Po mirë protest. ide. Jo. Si as protest. As protest. Jo, po si ishte protest. Te kjo që tek Sikur po flisën. te protesta arkivolit, po. Po. Tani unë Nuk i shkon. Nuk i shkon njeriu me Shumica e prifterive të katolik ishin revolucionar në protest. Shumica. E vërtet disa. Është prifti i Shkodrës ai që s'di të flas shqip. Disa. Jo, mos thuaj kështu se është goxha burr. Është zotrinj i Por të bëj thirrje, Ora, bëj thirrje për ta njohësh nga afër dhe ti, unë njoh nga afër plot njerëz të mirë, por që janë debila dhe bëjnë keq. Nuk pam një hoxh. Bëjnë shumë keq. Që të dilte dhe ta thoshte. Ne me thënë vërtetën, unë jam e lamin, më mirë që komuniteti musliman shqiptar i ka qëndru larg deklarimeve publike. Si gjithmonë. Nëse nuk është tamam ashtu sot. Dakor, megjithëse atakimi i kryeministit ka qenë për komunitetin musliman, jo për komunitetin katolik. Gjatë gjithë kohës është marrë me islamin politik. Po e kuptoj, jo me komunitetin musliman. Jo me komunitetin musliman, me gjitha. Jo se Rama me Zri ka rregulluar raportin me komunitetin musliman. Jo, ne kemi raporte, kemi pas raporte shumë me të gjithë. Nuk besoj që jo flas për Rama. Po them si logjikë. Flet zoti Rama se flasin dhe gjitha deputetët rresh pas si kor. Me fjalë ishte më mirë që dikush fliste përpara se sa fliste mas kryeministit. Nuk flasin ato. Po, jo, flasin. Jo, nuk flasin kor. Flasin shumë. Pra, në këtë thelb unë mendoj që ato janë një minerancë absolute fetarët në protestë. Pra, pjesa dërmuese ka shumë. Fetarët, gjithë jemi fetarë, gjithë besojmë. Po flasin për këto, për kishte Murgesh që vajti bëri thirrje për përmbysjen e qeverisë. E diti, Murgesh nuk i lejo, nuk mundet më. Po këtu ka ndodhur gjëra që në botë nuk ndodhin. Murgesha del mba fjalimin dhe thot të varrosim Ramën, të mbysim Ramën, Nëse probleme nuk e di, po unë e di prandaj se po e them. Murgesha del nga kështjella e femrave. Nuk janë përfaqësues të klerit. Unë jam dakord, po të ishte miftiu Tiranës. Patjetër. Jo, doli me deklaratë. Janë pjesa e Jo, kisha katolike doli me deklaratë. Po, tishte për shembull Kisha katolike doli me deklaratë. Jo, doli me deklaratë për protestës. Pra mendoj që kjo është çështje që ka nevojë për diskutuar. Për sa i përket Kosovës dhe albinizimit të Kosovës, kryeministri i Kosovës është ateist. Nuk ka lidhje me fenë muslimane. E ka deklaruar vetë. Jo, praktikat e tij. Po ai e ka deklaruar. Nuk i çon njerëzit në festë në Tiranë, i çon kundër Ramës. Ai ndoshta për po s'është feja beni. Feja përdoret edhe terroristët e përdorin fenë, se nuk janë fetar. Terroristët janë anti-Muhamet, në radhë para ta janë, por përdorin fenë për të shkaktuar luftra edhe për të vrarë njerëz. Albin Kurti është terrorist islamik, por terrorist kundër Shqipërisë, e diti që do të shkatërrojë Shqipërinë. Qa vëndit botës ndodhë kjo më bërë? Albin Kurti është pjesa tjetër, dhe Kosova është pjesa tjetër e kombit, ne jemi vënd pavarë. Kosova është shtet tjetër, ne po flasim politikisht. Kosova është përbashkët dhe politikat e autoktone do të tjetë. Kombi shteti amë Shqipëria, në këtë në zduhet me Europë. Se pastaj bishët për më vëzim historinë, po. Se thamë do t'i themi të vërtetat si qanë. Po. Do me thënë, i hymë temës delikate dhe fushës minuar të fez dhe politikës dhe tani unë këtu kam një përshtypje timen të cilën e lidh me disa detaje që mua më duken të rëndësishme. Ju e kujtoni javën kulturore të Izraelit kur u vendos një flamuri vetëm izraelit në bulevard dhe ku ambasadorja e Izraelit bëri dhe një apel publik që patriotët shqiptar nuk do ta godasin flamurin e vendit tim.
Kjo vinte pas një ndeshjeje miqësore Shqipëri-Izrael, ku ne dim se për shkak të një incidenti të fushës u kaluan thirrje pro-Palestinës etj, pra një tendosje. Dhe nëse ne vendosim dhe një kontekst më të gjerë të marrëdhënieve Shqipëri-Iran, që me përzërin e ambasadës, me shpalljen e Iranit, me rezolut parlamenti, shtet që sponsorizon terrorizmin, pra u bashkuam me atë bashkësi të shumë të vogël shtetesh, ku praktikisht janë Shtetet Bashkuara, Izraeli dhe nuk di se Vanuatu a diçka tjetër janë ca ishuj të vegjël, ku ne u vum në skajin e qëndrimit ndaj Ishut Marshall. Patjetër, duke u ndar edhe nga qëndrimi i Bashkimit Evropian këtë temë i cili është më i kujdesshëm se qëndrimi jonë. Fut dhe vizitën e Ramës në Kneset dhe pa qenë fare antisemit sepse nuk jam, kam qenë në Auschwitz dhe jam të merruar nga ajo që kam parë, pa them kështu eksperiencë njerëzore, po pa qenë fare antisemit, unë mendoj që indirekt në bashkësinë fetare muslimane, kjo lloj linje e politikës tonë të jashtme ka prodhuar edhe bordi paqes e tjerë, ka prodhuar një disponim në një sektor të saj, flas për besimtarin musliman, i cili nuk është pozitiv ndaj kësaj qeverie në lidhje me politikën e saj të jashtme në këto aspekte. Unë shoh që brenda protestës, se ajo pasqyrohet në rrjet, ka një thirrje ku patriotizmi, antiramizmi, antiqeveritarizmi, po themi, opozitarizmi, përzihet aty këtu me ndjenjat e një islami politik dhe aktiv dhe luftarak. Dhe ata priftrinjt, natyrisht, ata kanë zbrit në fushë dhe kanë folë shumë ashpër, ju si keni parë, po ata kanë folë vërtet. Apo, ai kishte shënohet ishte pa i qejtë mërshëm, po ashtu kanë qenë të gjithë, more. Lexojeni dhe do binderi. Por, ama, në indin e protestës, unë mendoj që ka një korrent të tillë që politikën tonë të jashtme në këtë segment, në marrëdhënien, ose më mirë them raport me lindjen e mesme, dhe këtu unë fus pak edhe, besoj unë, edhe humorin e prishur të Turqisë, që na sheh dhe nuk besoj se i pëlqen për marrëdhënie që Erdogani ka me Netanyahu me Izraelin, e dim shumë mirë si është situata. Unë mendoj që ne islam politik nuk kemi. E ka Maqedonia, ka tipare që mund të krijohet në Kosovë, por Shqipëria ka qenë shteti që ka qëndruar më imunizuar ndaj flukseve religjioze në politikën aktuale. Që ka qenë gjë e mirë apo? Patjetër, absolutisht, është pasuria jona. Nuk diskutohet, ne jemi shtet laik, jemi dhe qytetar laik, sepse tillë jemi kultivuar dhe të pasurit e 4 besime na ka bërë që më mirë mos futemi në këtë terren se po u futëm pastaj. Unë e kam thënë gjithmonë, nuk është bashkëjetesë, është balancë delikate. Tani, nëse mund të shtoj një tipar që me që mora fjalën. Unë mendoj se mas 37 ditësh protesta ka arrit në një gryk shishe që nuk është vetëm e kësaj proteste, po që është e çdo opozite që kërkon të rrëzojë një qeveri në Shqipëri të paktën. E ka provuar Lulzim Basha, e ka provuar Sali Berisha, po e provon dhe protesta. Kjo është trajektoria metaforikisht që niset nga sheshi Skënderbej deri te kryeministria, e cila është një copë shumë e bukur, bulevardi që ecet në mënyrë shumë komode. Problemi është se mbas ti të arrish te këmbët e kryeministrisë, ti duhet dish do të bësh me ata njerëz që ke sjell aty. Dhe këtë dileme kanë pas Lul Basha me Monika Kryemadhin kur bën dogjen mandatet dhe bën dhe protestat kombëtare, me çadrën e famshëm 2017, më vonë Sali Berisha me Ilir Metën që përpiqeshin të hidhnin minat qeverisë socialiste dhe që të gjithë dështuan te kjo grykshishje. Pra, në momentin që protesta thot nuk negocioj, po do të rrëzoj, duhet t'i tregoj shqiptarve jo vetëm masivitet, po edhe mënyrën se si do ta rrëzoj qeverinë, sepse kjo mas njerëzish, kjo nuk rrëzon dot Këshillin Bashkiak Tiranës, jo të rrëzoj qeverinë shqiptare. Me thënë drejtë. Këshilli Bashkiak Tiranës kam përshtypjen që kishte më shumë anëtarë se mbledhja sot. Por pikërisht për këtë, për pikpyetje e parë për që bien mbi protestën, flasim më njëherë pas publicitetit. Pikpyetje që për herë të parë i kanë vendosur ndërkombëtarët, jo ndërkombëtarët ose do. Pa ata që u duk që e pëlqenin ata. Rikthehemi pas pak. Shuplaka gjermane nuk kurseu as këtë herë veprimet e dhunshme në protestën e bulevardit, të cilat u dënuan nga përfaqësuesi se listë diplomatike të Berlinit në Tiranë, pasi sipas tij bien ndesh me vlerat e Unionit.
any activity by the Mbështesim çdo aktivitet të shoqërisë civile që është në përputhje me Bashkimin Evropian, por protestat e dhunshme sigurisht që nuk janë në përputhje me këtë. who is to blame for that, etc., is still an ongoing. Çështja se kush ka faj është një diskutim që vazhdon dhe është i mirëpritur, sepse kjo është vlera e Bashkimit Evropian. Values of the European Union as we see them, yeah. Diplomati gjerman rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Berlinit zyrtar për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke vlerësuar angazhimin e qytetarëve dhe institucioneve në këtë drejtim. Very happy that the Albanian people are so much in favor of the. Jemi shumë të lumtur që populli shqiptar është kaq shumë në favor të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne po e mbështesim këtë proces të antarësimit sa më shumë që mundemi nga ana teknike. Mostly also on the technical side. Por gjithashtu, duhet t'u japim merita të gjithë atyre që përpiqen të zbatojnë vlerat e Bashkimit Evropian në përditshmëri, si në administrat, ashtu edhe duke qëndruar për shtetin e së drejtës apo çështje të tjera në procesin e integrimit. Let's say protection of nature, other issues that are dear to the European Union process. Deklaratat e ambasadorit gjerman u bën nga Kolonja, ku mori pjesë të ceremoninë përkujtimore për 83 vjetorin e masakrës së Borovës. Në 1943, në fshatin Borov të Kolonjës, një divizion gjerman kreu një nga masakrat më të rënda ndaj popullsisë civile, duke djegur fshatin e duke vrarë 107 banor të pafajshëm, mes tyre shumë gra e fëmijë. Rikthehemi live, ky është reagimi i parë në fakt ndërkombëtar për protestën. Çuditërisht nuk ka pasur një reagim të ambasadës amerikane, nëse nuk quajmë reagim deklaratën e saj para protestës së 4 korrikut që qytetarët e saj të rinin larg vendeve ku mund të kishte shenja dhune, po besoj që ajo nuk quhet reagim. Reagimi i parë është nga Gjermania, e cila duhet thënë është ndër vendet më kritike ndaj disa aspekteve të qeverisjes shqiptare. Por letë në kohë na vijnë pamjet e fundit të orës 20:40 nga protesta, nga ekipi i vllajtim, të ndjekim këto pamje. Janë të orës 20:40, pra të 5 minutave më parë, ku shikojmë që tashmë protestuesit janë në numrin e tyre maksimal për ditën e sotme dhe duhet thënë që është një numër i cili ka qenë i tillë gjatë 2 javëve të fundit, përjashto sigurisht 4 korrikun, një protestë ku pjesëmarrja ishte dukshëm më e madhe se në 2 javët e fundit. Megjithatë, po Orben. Tha Skënderi pak foli në raport me marrëdhëniet e Shqipërisë me lindjen e mesme dhe Izraelin në veçantë. Tani ne sa kuptojmë doktrina politike shqiptare e 35 viteve të fundit është që ka një marrëdhënie të posaçme në lindjen e mesme e Shqipërisë me Izraelin. Kjo s'ka ndryshuar nga askush, as nga e djatha dhe as nga e majta shqiptare, përveç me hebrejt, duhet thënë. Jo, me shtetin e Izraelit. Hebrejt është koncept më i madh, sepse hebrejt në botë janë shumë. Jo, po ne kemi me hebrejt. Po, me hebrejt është historisë shtetërore 50 vite. Është çështje komunizmi nuk e njeh Izrael. Nuk e njeh. Peni nuk ka qenë e njëjtë, më fal, pastaj do ta them se nuk ka qenë e njëjtë politika në lindjen e mesme. Politika e Shqipërisë ka qenë ndryshueshme dhe ndryshme. Politika e Shqipërisë në lindjen e mesme ka qenë pro islamizmit dhe ka qenë anëtare e botës islamike. Partia Socialiste ka vendosur bashkë me Partinë Demokratike. Në atë kohë Izraeli nuk ka folur me ne, ka folur për kopertur, se kishim as sepse këto nuk shkojnë votojnë me asnjë lloj çështje, as në aty, as çojnë përfaqësues. Nuk e kishim as salat, nuk e kishim as gjë, përkundrazi e kishim në me një pikpyetje shumë të madhe sepse ne ishim antarë të konferencës islamike. Kishim 90 e ca celula të Al-Qaedës këtu, dhe Al-Qaeda ishte kundër Izraelit. Kishim Bin Ladenin këtu, mik, mysafir të presidentit. Me se dojnë verifiku këto? Po janë të verifikuar, më duke se ka ardhi pa informuar të lutëm. Celulat 98 këtu. Ato i thash Departamenti i Shtetit. I ka deklaruar Departamenti i Shtetit. El Haramel ishte fondacioni më i frikshëm që këtu në Shqipëri e ka dominuar gjithë Shqipërinë. Më i frikshëm me Al-Qaedës. Të flas pak për këtë që folë. Sepse ti po mendon se via jonë nuk është ashtu.
portretizon ti vend islamike as gjë e përdorur. Më fal, po nuk është ashtu mbase ndihmojmë bisedën, po ne s'ka gjë. Katari po e bën. A Durrësin po ta bën Emiratet, nuk po ta bën Izraeli. Pra investimet në Shqipëri po t'i japin vend të gjirit. Dhe në këtë lloj koncepti, politika e jashtme shqiptare, edhe kryeministri, edhe ministria e jashtme, është përzgjedhur me dy shtete. Dhe fetarët musliman apo fetarët e tjerë, po flas për praktikantë tonë, duhet të jenë të qartë kjo gjë. Qofse Netanyahu, pjesa më dërmuese e botës sot që ka bërë genocid dhe krime lufte, ti mos ke problem të sqarosh që këtë e thot gjithë komuniteti ndërkombëtar. Në raport Turqi-Izrael... Ka mandat arresti? Po, në raport Turqi-Izrael, Shqipëria le të zgjedhë tani ato e din vetë për politika jone jashtme, duhet zgjedhë në raport me sigurinë kombëtare, unë nuk ndërhyj këto çështje. Por raport me të ne të ngrem qasje që këtu është i vetmi vend në Europë, Shqipëria, që nuk ka pas një akt terrorist. Edhe kjo është krenari për kombin, ndryshe nga dhe nga rajoni. E dyta, është i vendmi vend në Europë që ka pas numër më pak, se unë jam ekspert i kësaj gjë, të dërguarve në luftëtarëve në Siri, në raport me numrin e popullsisë. Dhe gjithë kjo është një vlerë kombëtare e kësaj bashkëjetese fetare, e këtij virtyti të muslimanëve shqiptar, katolikëve, ortodoksëve, laikëve, agnostikëve, ateistëve shqiptarë të gjitha. Kështu që në raport me vendet islamike, me vendet muslimane, që është Malezia, që është Tigri Aziz, që është Brunei, që është një sultanat më të pasur, që është Indonezia, që ka prodhim intelektual shumë të madh. Këta zgjedhin në politika shqiptare, le të largohen. Të mëzorosh le të largohen dhe në shtetin frankofone, nëse flasin frëngjisht, flet në një nga ne frëngjisht, nuk e di unë. Me fjallësi si... Unë Skënderi dhe unë po. Unë diplome kam mësuesi gjuhës frënë. Po them këto janë organizata ndërkombëtare, Diplomë kështu e ka? Në raport në organizatë ndërkombëtare, vullneti i Ministrisë Jashtme, dhe biles unë po them që vetë Izraelitët kanë interes shumë të madh që një vend mik si Shqipëria të jetë pjesë e Konferencës Islamike. Dhe këtë mund ta pyesë ambasadorën zotëri. Edhe unë maj përgjithësi për çfarë them. Sepse Shqipëria mund të jetë një urë shumë e mirë e komunikimit midis lindjes dhe perëndimit. Pra ne ta kthejmë energjinë, edhe Europa vetë e tha... Themi të Konferenca Islamike, prapë. E tha kryeministri spanjoll, nuk e tha shumë. Themi atje, Talon Bashkimi Evropian, themi atje. Ja, nuk thot atë, nuk thot atë. Thot që Shqipëria me pozicionin, se unë për shembull nuk jam me ide pse duhet me zgjedhje midis Turqisë dhe Izraelit, dhimbet të dy. Jo, të dy, po nëse vjen një moment zgjedhje, do zgjedhin, se tani nuk e Inshallah s'vjen ai moment, po them që për sa kohë jemi pse duhet me zgjedh. Unë nuk Turqin kemi alat strategjik, nuk kemi Izrael. I diçka me vlerë i mbahet sepse ka arritur të krijojë komunikim të jashtëzakonshëm me vend të gjirit. Dhe biles unë kam një shkrim për ndërmjetësimin e Shqipërisë, që është një element i ardhme, do të kalojmë në një nga diskutimet me armikun e klasë, me rrezikun potencial në prodhimin e energjive pozitive. Por çfarë roli mund të luajë Shqipëria në këtë? Shqipëria edhe në konferencën e paqes Gazës mund të marrë një rol leadershipi të jashtëzakonshëm. Siç e morëm kur iku rrezu Saddam Husseini në Irak. Pati pjesë e shqiptarëve, politikanë shqiptarë kanë qenë dhe guvernator në atë kohë 2006-ën, qenë në këtë Këshin dërgumi pusat që luajnë Ajderaka më duhet ishë. Jo, ne kemi shënë, se unë kam shënë në Mosul, ne kemi shënë me regjimentin 101, me të parat që janë fut në infanterinë që janë fut në Bagdad. Ndërkohë sa i përket rikthimit si guvernator kemi pas në Basra, por në kohën e sultanit. Nuk e di se ka qenë një pozicion administrativ. Në Basra, kemi pas në Basra. Administratori i Basrës ka qenë Kështu që mund tjetë që gjithë kjo qasje që neve jemi të shqetësuar për gjuhën e madhe të islamofobisë në median shqiptare. Ka një rritje, edhe gjuhën antisemitizmi, ka një rritje të jashtëzakonshme. Këtu është problem. Muslimanët shqiptarë nuk janë armiq të asnjë kombi, të asnjë besimi, të asnjë race. Është një çmenduri shumë e madhe që një vend se si armiqtë të vetes janë shqiptarët. Te thot Faiko Nicet tani, unë nuk kam Faiko, unë jam Arbeni. Ne vetëm mund ta citojmë Faiko. Flasim çik për reagimin ndërkombëtar, Skënder. Dy gjëra. Sigurisht sot kemi reagimin e ambasadorit gjerman, që duket reagimin nxitur, nuk themi, pra bëj këtë pyetje se ne do përgjigjemi, kjo është e para. Ajo që më bën mua përshtypje me thënë vërtetën. Ndoshta mund të flasim për mos reagimin e ambasadës amerikane. Pra, këtu bëhet fjalë, nëse flasim për protestë. Protesta ka nisur kundër një projekti që po diskutohet, do ndërtohen Sfornec, fond Katariot kuptohet, por prapa janë amerikanë. Prapa është sigurisht familja Trump. 4,5 miliard dolar. Pra bëhet fjalë për 4,5 miliard dolar. Pra ti dëgjon ambasadorin vend i cili kur pyetet në Komisionin e Jashtëm Senat në Kongresin Amerikan thotë unë do mbroj interesat e biznesit amerikan.
Këtu ambasadë amerikane nuk reagon fare për këtë. Se në fund fare, kjo protest de jure, pra ligjërisht nisi kundër zvërnecit apo. Këtu ambasadë amerikane, kjo aktualja, nuk e di çfarë ndodhi mbas një kurshi kur vjen generali, ndoshta situata do ndryshoj. Po deri tani ambasadë amerikane asnjë fjalë. Sokol, në Amerikë janë konsumuar disa dallë protestash në kuadrin e asaj që u quhet No More Kings, jo më mbretër, kundër Donald Trumpit. Ç'tidhem, kjo është ambasada është e Donald Trump. Po i vi okay. Çështjes për të dalë aty. Lexova që diku ke 8 milion amerikanë kishin dalë në rrugë kundër qeverisë. Në mesin e protestave tjetër gjë, në mesin e protestave Edi Rama ku vajti? Vajti takoi Macronin apo që u prit. Një president i cili mundi të heq qafe fenomenin gilet jaune të famshëm të legët e verdh, vetëm se hyri pandemia. Dhe sërish u pash për shifrat dhe ato protesta masive, shumë milionëshe në rrugët e Francës, me të plagosur dhe me shumë probleme. Dogjën Parisin. Patjetër, dogjën Parisin. Pra, për komunitetin ndërkombëtar, bashkëjetesa e qeverisjeve dhe klasave politike, me të tilla protesta masive në rrugët e qyteteve është një procedurë normale, demokratike. Është një ushtrim demokracie, në sensin që kur populli del dhe ushtron një drejtë bazike që është të protestoj për një çështje që ai e koncepton ose për shumë çështje që ai. Kuptoj çfarë do të thosh, po pse për shkak reagoi ambasada gjermane sot? M'fal. E cila duhet thënë natyrisht nuk është për shkak ambasadori duket nuk e fshes simpatin ambasadori për protestën. Por ama thotë jo këto me dhun. Pse nuk erdhi deklarata ambasadorit gjerman para se të thyeshin makinat e policisë dhe xhamat e komisariatit nr. 3? Po pra. Pa kjo është ideja. Domethënë, për sa kohë që mira, 10 mira, si të doni merrni 100 mira në varësi të numrit që dhe Google-it se si e numërojmë metrat katror në bulevard, për sa kohë që protestat janë paqësore, nuk krijohen probleme politike për qeveritë sepse quhen çështje e brendshme. Vetëm shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë nuk i quajnë çështje të brendshme, ndërkohë që evropianët dhe ndërkombëtarët përgjithsisht i quajnë çështje të brendshme të Shqipërisë të rast. Pra, konsumohen brenda një sistemi demokratik, siç është ky i yni, i cili ka 1000 vrima dhe defekte, po në thelb ka zgjedhje të lira, ka institucione, ka drejt për protestuar etj. Pra, ka një kushtetutë e cila i lejon dhe i njeh këto drejta. Dhe prandaj them që në momentin që një protest nuk degeneron në akte dhune, pra nuk kalon në diçka tjetër, siç kanë qenë protestat politike ku futet dhe ishte një anarje me shumë peripeci, siç e dim. Kjo është një situatë, edhe kjo është një situatë demokratike. Është një situatë e vendosur, po është një situatë e cila konsumohet brenda sistemit me resurset e sistemit dhe në kuadrin e sistemit. Patjetër. Është ushtrimi i një drejte. Nëse kemi kohë sepse jemi në fund Sokol. Po, në fund. Mund të themi gjë tjetër, një diçka tjetër që kam merak dhe realisht dua ta them. Kam mos na hapësh emisionin nga e para. Jo. Deri tani folëm për protestën, ndërkombëtarët, komponentët brenda protestës etj. Po që do të flasim dhe si do reagoj qeveria. Unë mendoj, bloku i shënimeve të qeverisë çfarë ka marrë deri tani sepse Rama na ka thënë që ka caktuar një staf që po e ndjek protestën. Pra, ishte një deklaratë nuk mu duk e rëndësishme, mu duk e menduar. Tani, do të thoja, Shqipëria ka i krizë të madhe sociale. E kam thënë këtë tërëz dhe ti besoj e kujton. Një krizë të madhe pa barazie. Ka një krizë të madhe ekonomike. Në qoftë se çmimet tona shkojnë, kapin mesatarët evropiane, madje her pas here edhe i kalojnë. Ndërkohë që kemi pagat mesatare dhe pagat minimale ndër më të ultat të kontinentit, unë mendoj që qeveria që do të ndërhynte për t'i shëruar pjesërisht këto plag, do t'a skarton të atë shesh me shumë pikë përqindje për sa i përket pjesëmarrjes, nivelit të mlefit dhe opozitarizmit dhe urrëties që është krijuar në një porcion të shoqërisë e cila ndjehet realisht keq për jetën sot Shqipëri. Unë mendoj që qeveria shqiptare duhet i shohë disa gjëra më thellë se tani, se që ka parë deri tani dhe duhet dalë nga ajo guacka e 83 mandateve dhe asaj rehatie ku çdo majorancë 82. Po ta lësh. Bile unë do thoya 81. Çdo majorancë kalon në akte arbitrariteti, arrogance dhe sfide ndaj popullit vet.
Patjetër, qoftë dhe pa dashje. Qoftë dhe pa dashje. Unë mendoj lami që ta që mbyllim. thirrja konstruktive e Minxhosit, i cili është karakteristike edhe natyrës Minxhosit, që tek çdo problem tentoj të shohë pjesën racionale. Unë mendoj që ato protestues që janë aty e kanë ezauruar pjesën racionale me qeverinë. Ato janë aty për arsye, nuk janë aty për emocion, as për ndonjë kafshat fundi që mund të japë qeveria. Duke ju referuar gjithmonë dhënave që ne kemi parë ke sondazhet, është pjesa më iluminuar që qeverisë tonë që është aty në shesh. Dhe unë shoh që ka një dallim ndërmjet frymës që ka protesta aty dhe segmenteve të cilët kërkojnë ta kanalizojnë këtë frymë për qëllimet e tyre. Lami ata kanë Duke qenë edhe kafe e kanë pas atë koncept. Jam dakord. E kanë pas atë koncept. Patjetër. Do të thotë, ky sektor i shoqërisë shqiptare që e mendon kështu për qeverinë ka ekzistuar. Sigurisht, tani vetëm është shfaqur. Patjetër. Po pra. Dhe duke qenë e tillë, zoti Minxhosi. Dhe qeveria nuk e shëron dot. Tani nuk e do qeverinë. Është shumë e vështirë ti gënjesh me karamela ata. Patjetër. Fola për karamelën, vjen keq. Në këtë pikë ku ka ardhur moment. Tash ti gënjej, u thash marri masa. Patjetër. Kaq. Pra, unë përpoqja që të kuptoj zgjidhjen racionale që ju jepni, që në fakt çdo qeveri e arsyeshme këtë zgjidhje do shikonte. Por gjërat kanë ardhur në atë pikë sa janë ezauruar të gjitha mekanizmat të cilat mund të merren dhe mund ndërmerren në moment të fundit. Unë mendoj njerëzit që janë aty janë sepse janë të bindur, kanë arsye të votojnë. O duhet që ndrojnë këtu, duke ndryshuar diçka, o duhet hikin. Janë ata të cilët nuk janë aty se nuk u mungon shkolla, nuk janë aty se u mungon shtëpia, nuk janë aty se nuk u mungon parat, nuk janë aty sepse nuk dihen të realizuar, po janë aty sepse ky sistem, kështu siç është konfiguruar, nuk u pëlqen. Shumë thjesht, rrëzoj. Po, Orlando, vetëm ka një gjë. Unë ta thash para se ta thoj, tash pjesën e parë. Mirë, pra tash po. Rama tash në editorial. Rama nuk po kërkon komunikojmë me një pjesë, nuk do të komunikojmë me të, pasi janë ato që janë. Dhe me drejtë e tham. Nuk e duan. Por ama reflektimi duhet të jetë. Sepse Shqipëria nuk është 30%. Pse nuk e thonë ata vendosin numrat partitë opozitare në takim bën një pakt kombëtar për Europën. Me fjalë protestuesit edhe të plotësoj pjesën e rëndësishme të kërkesave protestuesve përveç atyre që janë. Cila është kërkesa e protestuesve? Ata kanë vetëm një, ti ke Tirana. Jo, i ke me votë, më zgjedhët nuk i kanë askush i ka pa votë. Po ka kërkesa të tjera, për shembull anullimin e disa ligjeve, minimizimin e mandatit të kryeministrit, element që mund bëjnë sens kombëtar, nuk kanë janë pozitive. Si do anullon ligjet Beni? Me votë. A njojmë tetin as të pa. Por ligjit e anullon me vota në parlament. Anullon ligjit ose me referendum. Parti parlamentare të mund të bëjnë një tryezë, dhe diskutojnë gjithmonë përpara një uragani. Ne sot flasim për më të mira. Nëse mund të në demokraci këto quhen barr jashtëmitre dhe nuk vlejnë, vdesin, nuk quhen për shkak se janë jashtë institucionit. Dakor. Vetëm ka një problem ti qëndrojmë para polës tonë. Mund të jetë barr jashtëmitre dhe fëmia vdes. Po ki parasysh që barra e shmitre dëmton edhe mitrën vetë, dëmton dhe personin që e ka. Pra reflektimi duhet jetë jashtë dhe pavarësisht atyre njerëzve cilët e refuzojnë edhe qeverinë edhe Berishën. Në Republikë nuk anullojnë ligjet nga rrugët. Dakor, por reflektim duhet ketë. Nga publiku. Nuk bëhen konferenca kombëtare, janë vetëm për OJF. Marrin sa projekte bëjnë OJF. Reflektim duhet ketë, Frok. Reflektim duhet ketë. Dhe po ta them unë po them se dialogu bëhet në parlament. Me këtë bësh parlament, po. Unë këtu do filloja reflektimin, me këtë bësh për dialog parlament, me Jorita Tabakun dhe shoqen e vet bankës. Ata që janë zgjedhur. Po jo, ma dakor që ata zgjedhur, po reflektimi duhet të jetë, nuk është kjo që po ndodh, kjo që ndodhi, jo kjo që shohim ne sot e dje. Po kjo që ka ndodhur 2 javë të shkuara, Frok. Ta bëjmë me letër me vrim qeverinë, po jo, po tash vetëm nuk diskut. Kjo është vetëm. Po që duhet ketë një reflektim. Nuk është shaka, ky është mentaliteti. Mentaliteti është ta rrëzoj, shiko. Ja mentaliteti, Frok. Ja shive mentaliteti. Teoria e kësaj lëvizje është kjo. Ta rrëzojmë një herë, ta shembim shtëpinë, pastaj kush e di na vjen Irani dhe na rregullon. Ore tash është filozofia ruse, është filozofia iraniane, është filozofia e Hamasit, ta rrëzojmë. Ta rrëzojmë. Për ta ndërtuar ne nuk e dim se kur. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Vetëm se Kina ka një rol. Ju kujtoj vetëm një gjë. Presidenca, vështirësia madhore e parë e Trumpit në zyrë, e dini kush ishte. Çmimi i vezëve në Amerikë mbasi filloi lufta me Iranin. Çmimi i vezëve.
Pra, këtu kemi qenë. Për t'ju përgjigjë dhe Lamit, nuk jam as pak që qeveria shqiptare të bëj 3 finde, 4 postime në Instagram dhe 3 udhtime jashtë shtetit dhe t'ja hedhi kësaj pune. Unë mendoj që qeveria shqiptare... Se e do, se ato ndoshta nuk janë sot shesh, po i kenë shtëpi prapë. I ke prapë, absolutisht dalin nesër, ata janë aty. It's the economy stupid, është ajo shpreha e famshme. Do të thotë, ekonomia dhe vetëm ekonomia. Po, vetëm ekonomia, vetëm ka e problem. Vetëm ka e problem. Kjo protesta nisi kundër një projekti 4.5 miliard dollar. Është problemi madh kjo. Ky është big problem. Dhe ka një problem tjetër. Sepse ka një gjë, nëse ti do të futesh në Europë me kokën larg dhe jo me brek nëpër këmbë, po ka kohë duhet kesh ku ka dalë. Në 5 kërkesa duhet kesh investime të tilla, duhet kesh investime të tilla. Ne nuk e kemi luksin dhe mund të pyesim emrin dhe mbiemrin e përvetshëm të investitorëve që janë pas. A janë në rregull? Dhe që ata vinë nga fondi katar. E sigurt është që këto investitorë mëdhenj nuk vinë vetë, po ftohen nga qeveria. Për të mirën e vendit, patjetër pa paragjykuar askënd. Dhe problemi është që kur ne si popull gjithmonë nga një gjë e vogël krijojmë një budallëk shumë të madh. Do na largohen investitorë, do largohen, do na hapen probleme, imazhi ishte pozitiv deri diku në fillim, tani imazhi ka ndryshuar, kështu që me investitorët e Nuk është prekur Xhabeli, është bërë deklarata dhe nga tuaj. Imazhi i Shqipërisë është i njëjti në raport me perëndimin në Europë. Sulmi ishte ndaj Trump. Aq më tepër është më i forcuar. Sulmi më tepër është më i kosto. As një lloj partie është më i forcuar as republikanë as demokratë. Është më i forcuar për shkak se Shqipëria po sulmohet në të njëjtën mënyrë që po sulmohet dhe Amerika, që po sulmohet dhe Europa, dhe është në të njëjtën antarësi, në të njëjtën membership. Jemi në forumet ku mbrohet paqja. Okej, më duhet ta mbyll. Arben, faleminderit që ishe me mua sot, me kolegët e mi, me Skënderin, faleminderit Lami, faleminderit Frok. Bashkë jemi nesër në ora 8. Drejtëri nga Sokol Balla, natë e mirë.